Profesor Panariti, duke qenë se po e afrohemi fundit, si e shikon raportet e Ballkanit Perëndimor në raport me këtë situatë të ndezur gjeopolitike? Ballkani Perëndimor duhet ta ketë të qartë objektivin e tij strategjik, që është anëtarësimi në Bashkimin Evropian. Çdo shmangje nga ky objektiv strategjik, edhe për interesa të brendshme të vendet veçanta për ruajtjen e pushtetit apo për konjunktura të brendshme, është në dëm të interesave të vendeve. Pra vetmja rrugë është alinimi me Bashkimin Evropian dhe anëtarësimi mundësisht sa më shpejt, që padyshim kushtohet nga reformat, dhe konsolidimi i aleancës brenda NATO-s. Ruajtja e raporteve të mira, solide me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe me Bashkimin Evropian. Nuk ka rrugë tjetër. Pra çdo lëvizje nga këto boshtet është më të konsoliduar prej kohësh, të quajtur të definuara me emrin e Aleancës Euroatlantike. Pikërisht këtë presupozojnë integrimin në Bashkimin Evropian, konsolidimin e aleancës me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe brenda NATO-s. Kjo është e vetmja mënyrë. Shpresoj që luftëra, sepse nuk bëhet fjalë vetëm për një luftë, të përfundojnë. Luftrat janë tragjedi të mëdha. Janë tragjedi të mëdha për vendet që i përjetojnë, po popullsinë civile, e cila masakrohet, deportohet, lëviz. Po përjeton tragjedi. Është një tragjedi që ndoshta ne i kushtuam pak vëmendje në diskutimin ton, por është vërtet një tragjedi. Plus pastaj një kosto shumë e madhe ekonomike, që edhe ne po e paguajmë sot, sepse nëse bllokohet Hormuzi, nuk bëhet fjalë vetëm për çmimet e larta të naftës që na duhet i përballojmë, por penalizohet edhe prodhimi i vendas. Unë kam qenë ministër i bujqësisë, po ju dini që një treta e plerave kimike kalojnë nëpërmjet Hormuzit. Dhe aq më tepër ne kemi edhe trafishim të çmimit plerave kimike dhe bujqësi pa plera direkt në rritjen e një krizë ushqimore. Praktikisht sot po shikoja me shqetësim që çmimi i domates ka shkuar 4700 lekë kilogrami. Unë e pa menduar ndonjëherë, pikërisht e kurzuar nga kjo pasiguri edhe nga rrudhja e prodhimit të vendas për shkak të kostove të larta që lidhen edhe me krizat që krijohen në rajon. Pasi mallrat lëvizin pikërisht nëpërmjet këtyre hapësirave që tashmë ndodhen pre e luftimeve që nuk dihet se sa do zgjasin. Profesor Panariti, kënaqësi që ishit me mua në studio. Ju jam shumë mirënjohës. Faleminderit dhe ju për ftesën. Faleminderit. Të nderuar shikues të Euronews Albania, ky ishte Balkan Talks për ditën e sotme. Takimi i një radhës është nesër në orën 18. Deri atëherë nga unë Franco Egro, faleminderit për vëmendjen dhe miru takofshim.